Përshëndetje, se më kemi arë në Barcelona. Shimi motrën. Edhe Ohemën, shkoni pak të tregoj pak sa kohë të bukur kemi ardhur këtu në Barcelona. Nga Bruxelli në shi, shkoni pak. Kjo është moti në Barcelonë. Se dia duket, po bie shi, të kënaqem këtu në shi. Përshëndetje, ja ku jemi më në fund kemi ardhur tek hoteli. Çfarë peripecie që të arrinim deri këtu, sepse kishte shi dhe binte shi, po nuk u ndalonte shiu. Domethënë, si është e mundur sot që ne kemi ardhur gjithë ky shi dhe jemi bër ujë, sidomos nga këmbët janë bër ujë. Nejse, kemi ardhur dhe duhet t'ju bëj një room tour që kemi dhomën në hotel që kemi marrë. Do ju lejmë ndoshta edhe emrin e hotelit, not sponsored by the way, e kemi pagu vetë, por kishte një çmim shumë të mirë, jo larg gjërave që kemi qef të dalim, se ne kemi qenë në Barcelonë, por që për shef kemi ardhur. Gjithashtu kishte edhe mëngjesin të përfshirë në çmim që ishte shumë interesante për ne me beben, se mëngjes mos mund t'i jap fruta, kos, çfarë kanë aty dhe nuk duhet mendoj që duhet dal. Kemi gjetur hotel dhe jo Airbnb, sepse duke qenë se kam qenë një herë këtu në Barcelona me një Airbnb, kisha, domethënë, nuk jam ndier shumë safe e sigurt. Thjesht ndoshta një eksperiencë e keqe dhe nuk ka asgjë të keqe, por mendova të marrim një hotel. Kështu që do i bëj një hotel tour tani. Këtu është dera dhe direkt kur futemi në krah të djathtë është tualeti. Shumë minimalist, por që i ka gjërat esenciale. Kemi këtë për flokët për të tharë, shampo, pishira, edhe dushi duket pastër. Okej. Nuk është wow, por është mirë. Pastaj te kjo pjesa këtu kemi një krevat për tezën e Ohemës, motrën, që do flej këtu. Dhe këtu është një pjesë e vogël që kemi lënë gjërat tona sa perdhëm dhe hëngra një mocë po vdisja. Garderoba, këtu kasaforta dhe kështu duket kjo pjesa këtu. Dhe pastaj është pjesa me krevatin. Në fakt nuk pëlqeu sepse kisha shkruar double bed, që të mos kishte këtu vrim, se unë flej me Ohemën. Por që nuk e di, do bëjmë diçka, do vendosim një ndër jorganet diku këtu, në mënyrë që ta siguroj dhe po mendoj të afroj krevatin diku këtu, këtej nga kjo ana, që të mos kemi probleme natën me Ohemën, se nata jenë gjumë dhe nuk di se që ndodh. Kemi një televizor, panoram, këtu na kanë lënë ujë, molla, gjëra që janë falas. Tu jam unë që jam shumë e lodhur dhe na ka lagë shiu, por që do rregullohemi dhe do përfitojmë. Këtu kemi një makineri për kafet, më pëlqen shumë, t'ju them drejtën, kështu duket hoteli. Kemi atje karrocën, motra është në tualet me Ohemën, se nuk dua t'jesën nëpër këmbë Ohema. Dhe një dritare, kjo është pamja që kemi. Dhe shikoni, Barcelona është me shi sot. Okej, nuk është e keqe pamja, por që nuk e di mu, ngjan Barcelona pak me Tiranën, të them drejtën. Ora ka shku diku 3, do mundohemi të bëjmë një dush, të pushojmë, të relaksohemi dhe nuk i dihet nëse ndalon shiu, do dalim këtu afër të shohim pak zonën, sepse e kemi afër Sagrada quhet motra? Po. Sagrada Familia. Po, atë kishën e madhe. Por që në qëmë se pushon shiu dhe dalim të shohim se si është tani, sepse është edhe dhjetor dhe ka zbukurime, por shpresim shumë që shiu të ndaloj, se po nëse është shi do rrim këtu dhe do pushojmë dhe shohim televizor, e nesër e pas nesër e ka dhënë diell kohën, kështu që me këtë rast edhe do të eksplorojmë më tepër. Për momentin do pushojmë. Kjo është darka Ohemës, sigurisht pas salcën, por shikoni sa të mirë janë, na kanë bërë perime në furr. Edhe do i haj Ohema, këtu kemi patate, patlıcan, speca jeshil edhe kungull. Janë pa vaj, janë thjesht bëra në grill dhe pa kryp. Kjo është darka jonë. Kemi marrë paella me fruta deti, e don edhe motra, për të pirë ishte si tip Coca-Cola kjo, Cola Zero, por made in Spain, dhe motra Fanta made in Spain. Kjo është në San Pellegrino, jo Fanta. Po, San Pellegrino të motra. Dhe na bëf të mirë dhe një ujë kemi marrë, e kemi aty për Ohemën. Barcelona. Good morning. Mirëmëngjesi nga Barcelona.
Kemi një qiell gri sot, por e ka dhënë që do hapet, kështu që ne të shpresojmë. Mirë mëngjesi edhe nga unë, jemi zgjuar në orën 8:30, kujdes më trahe më lutem. Në orën 8:30 jemi zgjuar. Shëndet! Dhe po bëhemi gati të ha mëngjesin, dje si që pat kemi dalë, hëngrëm darkën, hëngrëm paelas, na sollën edhe për rohemen perime, çdo gjë shkoi super, na shkoi pak vonte, them drejtën. Por pas darkës, me që pushoi shiu, tham, jo, tani no sense, do ecim, do dalim, do shikojmë pak Barcelona by night, edhe shkuam tek Sagrada Familia, ajo kisha e madhe, bëm ca foto, ecëm, edhe u kthyem në shtëpi, shkoj goxha vonë, ora 10, dhe Hema nuk flinte, se zakonisht kur ishim në Budapest, e zinte gjumi, për shumë në kangur, e zuri natën e fundit në kangur, kështu që prisja ta zinte me që hëngri buk, hëngri goxha mirë, mashallah, por që nuk e zuri, erdhëm në shtëpi, ishte shumë e lumtur, dhe tani ka ikur edhe gripi dhe ndihet shumë mirë, dhe me motrën time o Hema vdes fare, dhe me thënë, lazdrohet në maksimum, lazdrohet knaqet. Kështu që me zjezin të gjumi, donte të rinte me ne, por e zuri dhe kemi fjetur shumë mirë, edhe pse këtu te krevati ishte një vend kështu si bosh, vendosa jorganin tjetër sipër, dhe kështu kemi fjetur, sipër jorganit edhe i mbulu me jorgan. Por është goxha nxehtë dhoma dhe Hema ka djersi këtu pak, ndoshta ose po i del gripi ose ka qenë vërtet shumë nxehtë. Dhe i vizhuar 8:30, na zgjoi Hema, domethënë kisha vënë alarmin nga ora 9 që të shkonim tani mëngjesin se kemi deri në orën 10:30. Dhe po shkojmë kështu shpejt e shpejt, edhe të bëhemi gati që të dalim ta shijojmë ditën, shpresoj të na dalë dielli se kështu ka thënë tek aplikacioni. Edhe nëse s'del tani do dorim të kishim diell se në Barcelonë për këtë kemi ardhur, por edhe nëse s'del dhe nuk bie shi, jemi shumë të lumtura se do dalim, do ecim. Ja, këtu kemi fjetur, i kam vendosur një mal me jastik që për Hemën se kisha frikë, edhe pse ka majt goxha afër, dhe këtu kisha vendosur këtë jorganin, këtu poshtë që kisha mbuluar dhe nuk ndjej fare kjo bira këtu, kjo ndarja këtu. Shikoni pak, unë dhe motra kemi veshur shapkat e hotelit, nuk e di e kemi veshur marë apo napsht, por shumë rehat. Outfit check, shumë thjeshta, unë dhe motra jemi bo gati, edhe po dalim, o jemi apuna për te karroca, jemi pak ka shumë veshur njësoj, kemi gjingse, të bluzat e trasha nga një kraqkur dhe diçka poshtë, dhe motra ka taka, unë kam atletike, nësori për dhomën se kemi rëmuj, gati, karadili, kështu që let's go. Ja dhe make-upi, motra ka vendosur super, unë kam përdojtë se gjënat motrës, ju të ndrejtën, motra catë mjët. Mirë. Jemi gati. Si e ndryshon make-upi njëri unë, apo jo? Yes. Edhe syzet, shumë të rëndësishme. Është shumë nxehtë. Edhe këtu që nga një pazar, edhe po futemi gjejmë një gjotë pambukut, se palltot s'kemi marrë, se si kemi marrë. Sa bukur e tura aty? Tura Glorias. Po, Tura Glorias. Motrën e kam gid turistike. E ka bërë gjithë programin, se unë për vete me Hemën, edhe pse më edhe me Hemën, edhe për... Pas ka vajtë shqiptar. Po, si pazaret e Shqipërisë, ja tregoj. Po që gjejmë një gjotë pambukut, se me këtë bluzën e leshi që e kam unë, edhe motrat, edhe ti bluzë leshi ki. Shumë nxehtë. Nëse na përshtatet stili. Nga Belgjika për të ftohtë. Wow, një kemi marrë gjupat palltot gjata, deri në fundkamve, edhe pak se po Hemën se kam vesh gjupin. Ja të tregoj pak pazari. Tu një bluze, që ta heqi këta, dhe ta veshi si për kësaj. Për shembull, kjo janë bluza burrash. Mirë. Wow, s'është. Po them kështu stili e du. Po, që është pa e zemë, se këta janë për burë. A s'është bukur? Po, po të kishte qenë më? Okej, po. I shi. Kanaj, mango. Për burra, motra. 3 copa 10 euro. Një kështu 4 euro. Motra dhe pse është për burra ta marrë unë një. 2 outfits. Çfarë more? Ua, shumë bukur. Na trego pak? Kisha ikë edhe pa pagu, se ky burri nuk shiko ka.
€4. Çfarë 4 euro? është kjo mango? Po. Mango Man. Është brus për burra, por më vjen më qelit se kjo, sepse është shumë e errët dhe shumë e trash. Është e palar, po s'ka çfarë bëj. Hot Spain. Muy bien. Calor. Calor. Yes. Sa po ishim tek katedralja e Barcelonës, jo, fali, sa po ishim tek Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. Si thuhet këtu në spanjisht? Arc de Triomphe. Arc de Triomphe. E që ka bëhe hema për ta din ju. Sport. Ti them drejtën, në Budapest ka nejtë shumë mirë. Këtu, nuk e di, don vetëm krah, okej, e mbajnë krah. Po mami do të bëjë edhe në qik content, në qik video. Motra ka rrocën 100 gjona me vete, po nejse, kështu që kujtime janë. Dhe tani motra nga itinerari thotë që të shkojmë tek katedralja e Barcelonës. Hema ne kam krah siç mund ta dëgjoni, kam këtu në krah tjetër. Edhe Pastaj do ndalemi Place de Saint-Jean. Si thuhet? okej. Saint Po këtu John. rrugët që nga shumë bukura sepse janë lagje vjetër. Po. Pastaj do shkojmë te lagja gotike e vjetër, shteti i vjetër. Po. Mezi pres sepse është shumë bukur aty, me që kam pa. Edhe pim edhe në kafe, diçka që bëjmë një pushim më të vogël. Jam e surprizume me këtë lagjën, shumë e bukur, pas ka shumë turista, dhe diçka që më pëlqen, sepse që nga këta dritare të balkonat full me gjelbrim, dhe me thënë, do të tregoj, shikoni pak se si kanë balkonet full me lule. S'kisha pa kur ndonjëherë një temë, shikoni pak si ka lulet kjo këtu, edhe ajo tjetra aty, shikoni pak. Edhe këte nga kjo ana këtu, se është pak errësirë, edhe nga kjo ana këtu, shikoni balkonet që janë me lule, me gjelbrim të sakt, jo lule, me gjethe. Shikoni sa bukur. Është shumë bukur te kjo rruga. Në gjiron të Fali, se s'di si ta përdor kamerën dhe gjithmonë më Lezon rek. Po, lezon rek. Është me të kuqe, është ndezë besoj. Sa për erdhëm të një kafe që quhet Kafe Corgi. Pak nuk e dinim, është një kafe që kishte 2-3 corgi, qenë, mund t'i përkëdhelin, por nuk duhet ta egzagjerojmë. Domethënë mund t'i përkëdhelin vetëm nëse qenë vinë te ne. Edhe dekoracioni gjithçka është me qenë, me corgi, pikturat. Është kafe pink, super cute. Ky corgi e ka emrin Latte. Na i dhanë këto stikerat me vete, pas i paguam, fatura 18,60 çmimet. Që të keni pak parasysh. Një cheesecake, një brownie dhe 2 Dy cappuccino. cappuccino, po. Sa dorëm nga kafja, edhe po shkojmë, ku po shkojmë tra? Plaza de Saint-Jean, nëse e prononcoj mirë. Okej, Ohema në zuri gjumi gjë shumë e mirë se sot Ohema më ka bo sport. Mos më pyesni Dora si e do pësu, si do pësohesh, se nuk po bëjmë fiskulturë. Këtë muj pak dhe nuk jam e ushtru, ama fiskulturën çdo ditë e kam non-stop, nga mëngjesi deri në darkë. Shumë bukur, shikoni pak. Shumë bukur kjo kisha. Edhe tani po vjen ata dhe ngjyrat janë shumë të bukura, do me thënë perëndimi shumë i bukur. Ora është 5 këtu dhe akoma nuk është rësuar. Shikoni sa bukur duket kisha. Katedralja e Barcelonës. Këtu thënë që ka shumë pickpockets, shikoni motrën si e fut. E bëj telefonin kështu si Spider-Man. Kjo është quhet stili i Spider-Manit, Bëj pak si se ka shumë vjetë dhe e fus telefonin kështu.
shkuar te Christmas Market, pam gjitha. Nuk e ngel vetëm një gjë nga itinerari i motrës, por thoja se më fik kamera, se kisha më memorie. Është marketi i Krishtlindjeve, i parë që po shikojmë, se në fakt dje pash në Instagram që thoshte që ishte një tek Sagrada Familia, tek ajo kisha, por që ku shkuam aty nuk kishte. Tu që ka shumë i bukur. Është shumë e çuditshme si janë këto Christmas Market në vendet e ngrohta, le të themi. Domethënë jo si Belgjika, Gjermania që janë vende të ftohta, këtu është pak më mirë. Domethënë këtu është më ngrohtë, shkoni akoma s'ka veshur gjumë dhe nuk është se ka ftohtë, apo shkon 6 dhe është dritë. Edhe kanë një diçka një specifik apo jo, motra, vendet e ngrohta që kanë Christmas Market, e kanë pak një atmosferë ndryshe nga Christmas Market që e kemi për shembull në Gjermani ose Belgjikë, vendet e ftohta. Dalloj që është dhe standardi kanë më thjeshtë. Po, pak si Tirana, do thoja. Po, ngjan pak me Tiranën. Kështu që po. Kjo është gjëja e fundit, besoj që do bëjmë sot, dhe pastaj do nisim javash nga shtëpia se kemi një 30-35 minuta, 40 në këmbë, varet se si ecim. Se ne ecim shumë diçka ndalojmë, ecim shkojmë diçka dhe ndalojmë. Dhe mendoj që gjëja më e mirë, nëse do ne për shembull të eksploroni ose të shikoni një shtet, është ta bëni në këmbë. Po e fiki sepse do kap copyright me muzikën. Çka që më përshtypje është se këtu për shembull te Christmas Market nuk ka stende me ushqime, që te neve kemi shumë ushqime. Më shumë janë zbukurime, punime me dorë, tekstil, rroba, çorape, shall, e gjëra të tilla, por që ushqim nuk ushqim. Postieri na ka pu pizza, jo një po dy. Ka dalë vetëm motra na ka marrë pizza, si mund ta shikoni Eva po flen, edhe ne jemi për jetë natë me pizza. Po ta shikoj motra? Çe ke ti? Me prosciutto. Në krevat. Shikoj. Në krevat do. Dhe dhe që do ta pëlqej, si hapet kjo pizza? Nga këtu tash. Kjo, e jemi është kjo? Kjo është diavola imja. Diavola e motrës. E imja si duket? Ote për prosciutto. Shumë mirë. Mirë, shumë mirë. Faleminderit motra. Pëlqen. O, Eva po vlim gjumë. Natën. Përshëndetje nga dita tjetër dhe dita e fundit në Barcelonë. Janë orët e fundit, jemi gjumë mëngjes, ora është diku te 12 edhe hënga mëngjesin. Edhe kemi ardhur shpejt këtu që të mos ta humbim datin, sepse nuk shkojnë shtëpi pa datin e Barcelonës, këtë diellin këtu që kemi vendosur se është shumë i fortë. Kam vendosur kremdielli dhe jam e sigurt që do digjem sepse është goxha i fortë. Edhe po, jam shumë e lumtur, jemi shumë të lumtura që erdhëm pa datin. Nuk e di, më dha një vibe komplet tjetër nga hera e parë Barcelona kësaj here. Kam parë shumë gjëra, motra na kam thënë që itinerari i motrës ka qenë super për një ditë, aq kemi pasur mundësi të shohim, por që jam kënaq shumë, edhe syri është kënaq duke parë. Edhe për ta mbyll, normal që duhet ta shikonim edhe datin. Do rrim pak këtu një 40-50 minuta. Mas që shikoni po flen gjumë, po bën gjumën e parë ditës. Unë jam krejt shkurtra, imagjinoni në 10 orë. Edhe pasi do shkojmë te hoteli ku kemi lënë gjëra, do marrim një taksi dhe do nisemi për në aeroport, sepse fluturimin e kemi në orën 4. I bjet jemi atje nga ora 2 sepse kemi valigjen, kemi atë karrocën dhe duhet na e kalojmë tek kontrolli për ta vendosur ato letrat. Kështu. Po ju lë disa klipe të bukura nga Barcelona, nga deti nga Barcelona dhe shpresoj t'ju jap gjithë energjinë pozitive që po ndjen këtë moment, gjithë këtë vitaminën D dhe jodin që po ndjej, t'ju transmetoj nëpërmjet kamerës edhe juve.